Projekti Paketa e maleve i mbështetur nga qeveria shqiptare synon ta kthejë Kukësin në një destinacion turistik të aksesueshëm në çdo stim, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e ekonomisë vendore dhe rëndësitjen e investimeve në zonat malore. Një mikromotor për zhvillimin ekonomik të zonës. Janë gjitha premisat dhe interesi institucioneve vendore dhe qendrore për zhvilluar turizmin në Kukës. Dhe po të shikosh për notimet në strukturat akomoduese në Kukës, ka një rritje të turizmit vit pas viti. Dhe banorët e kësaj zone janë të interesuar që të zhvillohet edhe zona edhe investimet në bujqësi, blegtori dhe në strukturat akomoduese. Kryetari i Bashkisë Kukës, Albert Halilaj, tha se interesi i qytetarëve dhe emigrantëve për të aplikuar është dukshëm i lartë. Kemi pas me aplikues, ka një interes edhe nga pjesa e emigrantëve, të cilët janë të interesuar të investojnë në trojet e tyre, pavarësisht se nuk kanë pas mundësinë reale për të investuar për shkak të pronësisë së tokës, e cila ka qenë pronësi shtetë. Me paketën e maleve jepet një lehtësi shumë e madhe për zhvillimin e një biznesi, agrokulture ose bujtine, diçka që janë të zonës, dhe rëndësishmja në gjithë këtë proces është që krijohet një zinxhir lidhe me furnizimin, sepse një bujtin do i krijohet mundësia që gjithë produktet blegtorale bujqësore të zonës t'i marrë, t'i përpunoj, t'i tregtoj, dhe do jetë një zinxhir lidhe me furnizimin e këtyre sipërmarrëve të reja. Sipas Halilaj, pjesa më e madhe e aplikimeve lidhen me zonat e mbrojtura, ku institucionet e përgjegjëse do të përcaktojnë kriteret e ndërtimit. Pjesa më e madhe, të cilat kanë interes për të aplikuar, janë tek zonat e mbrojtura, por të zonat e mbrojtura është një varësi dyfishe, përveç bashkisë do jap një relacion edhe Agjencia e Zonave të Mbrojtura pranë Ministrisë të Mjedisit, e cila do përcaktoj edhe kriteret në të cilat do ndërtohet në këto zona. Për shembull, ndërtime me drum, pjesëore me bazamente me beton, sipas klasifikimeve që ka vetë AZDM-ja. Ne po asistojmë dhe po ndihmojmë gjithë aplikuesit, të cilët kanë afat deri me datë 31 dhjetor 2025 për të aplikuar dhe për të qenë pjesë e kësaj pakete. Një tjetër trend që ka marrë hovë sipas tij është rritja e interesit për ngritjen e bujtinave, duke reflektuar kërkesën gjithnjë më shumë të turistëve për akomodim autentik në zonat malore. Sipas vendimit të qeverisë, në territorin e Kukësit janë përcaktuar 3 zona pilot me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore, 2 zona në ensinë administrative Bica dhe një tjetra në Arrën.